Hajde, të tërkoj recenzime që bëj për mëngjes edhe kur s'kam kohë. Dhe buke fusim në drejtë. E gjemë se kroat mirë. Masakroj me avokado. Gjithmonë jam munduar ta mbjell të farën e avokados, por gjithmonë ka dështuar, ka dalë ajo bima dhe pastaj më shfar avokadoja. Është tipe. Bëjnë asnjë eksperiment me avokado, nuk është se bëjnë një gjë wow, edhe të tjerët nuk e bëjnë dot. Është thjesht avokado shkruar në krip, vaj limon edhe ca erëza për shefin tim. Pak fare, mos e mirë. Po ju mësoj si bëri avokado. This is amazing. Edhe çik limon, thonë që gjysmë limon që i vren limonit është mëngjes, nuk artikuloj dot. Nuk do ta përdorni kurrë, sepse mbledh shumë toksina apo çfarë ato gjërat e tjera. Po të shpistime sa herë shohin gjysmën tjetër e marrin në anë edhe janë top. Do të bëjmë një gjë. Presim sa të bëhet buka. Është type pak presion, nuk i bën dëm askujt. Për të nxjerrë më të mirën e bukës. Ose njerëzve. Prisni tash. Të prisni me mua, s'keni çfarë bëni, se edhe unë jam vonë, jam vonë për shkollë, po bukën nuk e lej dot. Se vdes rrugës. Si po del tym nervat e njerëzve që i let pres. S'bëhet kërës më vëlla. Që me lezë, kemi që bëjmë. Është e vot s'kollosh. Tash, kjo buka është bërë. Kjo është dhe mëgjesi. Zhojeni.